Nëse një punëtor në Kosovë humb vendin e punës, ai duhet të mbështetet te kursimet nëse ka, apo te familja, sepse shteti ende nuk i siguron asnjë pagesë pas humbjes së punës. Ndryshe nga kjo, në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian dhe në vendet e rajonit, sigurimi i papunësisë është pjesë standarde e sistemit social. Punëtorët marrin pagesë për disa muaj, derisa të gjejnë një punë të re. Sipas raportit treguesit e cilësisë të drejtave të punëtorëve për vitin 2025 të Qendrës për Politikat e Emancipimit, Kosova është i vetmi vend në Ballkanin Perëndimor që nuk ka një skemë të sigurimit nga papunësia. Ky boshllëk së bashku me dominimin e kontratave me afat të caktuar i bën punëtorët shumë të cenueshëm sa në vendet e tjera, pasi ata detyrohen të mbështeten në mjete private dhe familjare për të përballur me papunësinë. Po ashtu, sipas Bankës Botërore, sistemi i mbrojtjes sociale në Kosovë është jo efektiv dhe nuk arrin të mbrojtë qytetarët nga pasiguria ekonomike dhe humbja e të ardhurave. Edhe raportet e FMN-s theksojnë se tregu i punës në Kosovë është i pasigurt me papunësi dhe emigrim të lartë, çka e bën mbrojtjen sociale edhe më të domosdoshme. Por pse ende nuk ka sigurim të papunësisë? Sipas analizave zyrtare dhe raporteve ndërkombëtare, qeveritë e Kosovës ndër vite e kanë justifikuar mungesën e tij me sfida buxhetore, nivel të lartë të informalitetit dhe vështirësi në zbatimin e skemave kontribuese. Sipas strategjisë së punësimit të qeverisë së Kosovës 2024-2028, krijimi i një sigurimi të papunësisë me kontribute është propozuar ndër vite, por kur nuk është miratuar dhe zbatuar, dhe përpasoj, Kosova ende nuk ka mbolim të sigurimit social për papunësi e as për lëndime në vendin e punës. Megjithatë, organizata ndërkombëtare theksojnë se pikërisht mungesa e sigurimit social i shtyn njerëzit drejt punës informale, pasigurisë dhe emigrimit. Pa sigurim të papunësisë, punëtorët në Kosovë mbeten të pambrojtur në momentin më kritik të jetës së tyre. E kjo nuk është vetëm çështje ekonomike, por çështje e të drejtave të punëtorëve dhe dinjitetit njerëzor, sepse humbja e punës nuk duhet të nënkuptojë humbjen e sigurisë për jetën.